ciklistit në Giro d'Italia që u rrëzua në fresk, e mbani mend besoj, të gjithë merren, shkojnë atje dhe duar trokasin atë që ranë fakt. Njerëzit, sidomos gjetësit, ka nevojë për fitues, për fitore, ka nevojë për triumf. Dhe PD-ja, se mos flasim për opozitë, nuk quhet kamp madhështor me ish personazhe me bicikleta gocash roza, po me kujtim gjuzra e me tjera. Flasim për PD-n. Opozita është e Sali Berishës, është fatkeqësisht një listë elektorale kandidatësh për deputet e personalizuar me njerëz të preferuar të Sali Berishës. Këta njerëz nuk ishin fitues, nuk e motivuan elektor. Nuk është mendim, është fakt. Shifrat e tregojnë qartë. Kjo është e para. E dyta, kjo opozitë me ciklistë që rrëzohen ishte përballë një Goliati jashtëzakonisht madh, një makinerie të jashtëzakonshme elektorale me 185.000 punonjës në administratë lokale dhe qendrore të punësuar. Shumëzoi këta me nga 2 ose 3, 4 antar familjar që do votonin për ta, dolëm tek vota historike e PS-s, i afrohemi shumë. Unë nuk besoj që PS-ja ka marrë elektorat gri, nuk besoj që PS-ja ka marrë elektorat opozitar, kam ruajtur votën e vetë. Dhe PS-ja ka qenë shumë e mirë organizuar me sa shoh në terren, me ekipe qendrore që monitoronin dhe sondonin gjitha shtresat e popullsisë me focus group e tjera. Unë e njoh mirë atë strukturë, se njëherë një kohë kemi qenë në koalicion, siç njoh mirë edhe strukturën e PD-s, edhe njëherë një kohë ishim koalicion me ata. Me vëzhgues në çdo qendër votimi që në orën 8-7 të mëngjesit kanë qenë atje. Në çdo qendër votimi monitoronin njerëzit që votonin vetëm e vetëm për të parë nëse vota e tyre po shkonte aty ku dëshironin. Shumë e vërtetë. Pritshmëria e PS-s, unë e di nga brenda kampit PS-s, ka qenë 78 deri në 83. Pritshmëria e kampit që merret me sondazhet edhe me organizimin e shtabit elektoral. Dhe unë shpeshherë me fjalë kam pasur edhe disa shkëmbime mesazhesh, duke i thënë ore, jeni në vete tani mos bëni propagandë. Jo, edhe i qëndronin 78-83. Kështu që unë besoj që edhe vetë Edi Rama në një farë mënyrë mund të jetë habitur nga 83. Nga ana tjetër kemi një faktor tjetër shumë të rëndësishëm. Faktori elektorat, popull, turma, zgjedhësit. Një vend ku u tregu e zgjuar turma jon, elektorati jon, votuesi jon përballë asaj që u servir? Elektorati ynë është treguar pragmatik siç u treguan shqiptarët para 500 vjetëve para turqëve. Pra, përkulja ndaj baraktarëve për një copë kock, për një të punësuar, për një rrogë më shumë, për një status quo, pragmatike nuk e them vetëm në nivelin negativ, e them edhe në rafshin pozitiv. Shumë njerëz, unë besoj që janë friksuar nga alternativa e rikthimit të Sali Berishës në pushtet. Zgjodhen të keqen me të vogël të ndryshe? Po, unë besoj që po. Besoj që po, si sipërmarrës, unë kam një biznes timin. Si sipërmarrës, unë nuk pata asnjë ofertë nga kampi opozitar që të më motivonte të votoja për të. Sepse nuk ishte program.